Janë një vetë më parë, ke qenë pjesë e Superligës Kosovës me Prishtinën, ki debutu në fakt. Sot je njëri prej lojtarëve kryesor që e dërgon kombëtarën në play-off të kampionatit botror, një arritje historike. Qyshe këtë rrugtim që e ke bërë? Normalisht nuk ka qenë një rrugtim i lehtë për mua, me punë, me dëshirë, me vullnet, është e lehtë të arrihet gjithçka. Pjesa e kombëtarit është diçka që ndoshta edhe nuk e kam besuar, por ta arrijmë këtë sukses është një gjë e zakonshme për ne. Nuk e shënu sot ose nuk e asistu. Po e ki largu një lojtar prej lojës me 2 kartona të verë. Po, normalisht e kam dëshirë të ndihmoj lojtarët me asistime, me gola, po ajo nuk ka rëndësi këtu. Më rëndësi është që u kualifikuam dhe besojmë se vazhdojmë kështu. Çka pret ndeshjet e marsit? Fillimisht e kemi në Zvicrën, pastaj në mars, nëse nuk arrihet domethënë çmenduria me përmbysje Zvicrën, në mars kemi 2 ndeshje. Çka pret? Normalisht do të tentojmë të bëjmë të pamundurën, por normalisht ne do të përgatitemi për mars maksimalisht, sepse janë 2 na presin normalisht pas ndeshjes parë, na pret edhe nëse fitojmë ndeshja e dytë, kështu që do të përgatitemi maksimalisht për atë lojë. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit shumë.